Afro 2000 efektiv të policisë janë angazhuar për mbarvajtjen e ndeshjes së sotme në Air Albania, ku Shqipëria përballet me Serbinë në duelin e vlefshëm për kualifikueset e botërorit. Plani masave ka angazhuar një numër të lartë efektivesh të sektoreve të ndryshëm, duke përfshirë rendin, rrugoren, njësitë e specializuara si forcat speciale të sigurisë deri tek Renea. Në gatishmëri do të jetë dhe shërbimi informativ. Plani ka nisur një ditë më parë që nga Rinasi me masa të rrepta për sigurinë e futbollistëve të ekipit të Serbisë dhe shoqërimi i tyre deri tek hoteli. Ndërkohë peshën më të madhe policia do ta ketë gjatë mbrëmjes ku pritet të zhvillohet ndeshja. Ndër masat e marra janë dhe kontrollet ndaj tifozëve shqiptar përpara futjes në stadium. Efektivet nuk do të lejojnë banderola me përmbajtje raciste, fishek zjarre, flakadan, lëndë piroteknike dhe sendet e tjera të ndaluara. Masat shtesë përfshin dhe sistemet e reja të sigurisë që janë instaluar tek Air Albania, ku do të kryhet monitorimi me kamera cilësore për të identifikuar në kohë reale të gjithë personat që shfaqen akte dhune. Ndërkohë në perimetrin afër stadiumit janë instaluar antidron në mënyrë që të shmanget ngritja mjeteve fluturuese për të shmangur incidentet. Policia rrugore do të bllokojë disa akse, kryesisht ato në afërsitë të stadiumit Air Albania, nga ora 15 deri në përfundim të ndeshjes. Policia apelon qytetarët që të shmangin veprimet e dhunshme gjatë ndeshjes, pasi janë vepra penale që dënohojnë deri në 5 vite burg.